أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وبعد فلندريم لهم الله جل جلاله صلاة والسلام بتشوفين ببيغمبرين صلى الله عليه وسلم بفاميلën e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pason udhëzimin e tyre deri në gjykimin. Allahumma amin. Do të flasim sonte për një tematikë që kështu detaj s'kum fol deri tash për shkak se kam pasur që kjo tematikë duhet më u fol për shkak mungësisë dhe mungesës së disa tematikave tjera gjatë vitit. Ajo tematika janë festat e fundvitit. Si tematikë kështu s'kam fol, e nuk kam fol për shkak se sado që flitet në këtë tematikë në fund të vitit, e janë të shumta ligjëratat dhe këshillat e xhallarëve, alhamdulillah, dhe kjo është mirë, nuk është keq. Mirë po sado që të flitet për këtë tematika, në qoftë se gjatë një vitit nuk flitet në tematikat e akides, tauhidit, rëndësisë së islamit, njësimit të Allahut në adhurim, nuk flitet në tematikën e dashurisë dhe urrejtjes për Allah, nuk flitet në tematikën e armiqësimit dhe miqësimit, që janë tema kryesore, prej bazave kryesore në fenë e Allahut subhanahu wa taala, nëse këto tematika janë të zbehta apo nuk flitet fare, në fund vit sa dush më thon njerëzve me qenë larg këtyre festave të fund vitit, pothuajse rezultati është zero. Festat e fund vitit. Lufta mes të kotës dhe të vërtetës është e vazhdueshme deri në kiamet. Iblisi la'natullahi alayhi wa na'udhu billahi min, i tha Allahu jalla jalaluhu, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum sirataka al-mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Tha për shkak se ti më devijove mua, unë do t'i dal këtij dhe pasardhësve të tij në rrugën tënde të drejtë. Pastaj do t'u vi nga ana e djathtë, nga ana e majtë, prej para dhe prej mbrapa, dhe shumicën e tyre nuk do t'i gjesh falënderues. Dhe i tha Allahut, wala amurannahum falayubattikunna adhan al-an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqa Allah wa man yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Dhe i tha Allahut, dhe unë kam i urdhëruar këta që t'i presin veshët e kafshëve. E kjo prerja e veshëve të kafshëve, ata kanë pas bestytni dhe besim, prej besimeve të kufrit dhe shirkut. Dhe pasaj tha, wala amurannahum falayughayyirunna khalqa Allah. Dhe unë më të vërtet kam i urdhëruar këta që ta ndryshojnë krijimin e Allahut në bukfalme për kthye. Tefsir ka për qëllim, kam i urdhëruar që ta ndryshojnë fejen. Dhe na jemi dëshmitar të kohës se sot njerëzit edhe fejen e ndryshojnë, e ndrojnë, po edhe krijimin që na ka krijuar Allahu xhallahu xhallahu mundon me ndryshuar, apo mundon me bëj intervenime në trupin e tyre me ndryshu krijimin e Allahut subhanahu wa taala. Fala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Dhe i tha Allahut, dhe unë të gjitha kam i lajthit, kam i mashtruar përpos robërve të sinqert. Wala ahtanikannahu wa dhurriyyata, kam i shfaros kët dhe pasardhësit e tina. Në të gjitha foljet me të cilat iblisi i është drejtuar Allahut subhanahu wa taala, ka ardhur me përforcime, me lamin e përforcimit të foljes dhe me nunin me të shtit në fund, që më tregu që çështja është shumë serioze. Pra lufta e iblisit kundër bijve të Ademit alayhis salam deri në kiamet është e vazhdueshme. Është e vazhdueshme. Ka shik kësaj lufte, ka shik këtij realiteti, ekziston një realitet tjetër. Cili është ai? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, vazhdon një grup prej umetit tem me qenë në të vërtetën, të qartë. Kjo është vërtetimi i hadithit tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se umeti im ka me u përqa në 73 grupe.
një grup në xhennet, 72 në zjarr. I thanë, cili është ky grup ja Rasulullah? Ma ana al-yawma alayhi wa ashabi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam, tha ky grup i shpëtuar është ai grup i cili është në atë të cilin jam sot unë dhe shokët e mi. Do më thonë, në Islamin, në Kur'anin, në Sunetin, në kuptimin e këtyre dy burimeve të shariatit, në të cilën ishin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e tij. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shpërblimin dhe begatin e të cilët për këtij grupi të shpëtuar i dallum për grupacione të tjera, tha inna min waraikum zamanu sabrin. Pas juve apo me juve në vazhdim kanë marrë ditë të sabrit, pra ditë të sprovave. Kjo është argument dhe vërtetim i një hadithi tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tha: "Men ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira." Kush për juve ka me jetu pas meje ka me pa përçarje të shumta. E pejgamberi sem këtë hadith tha: pas juve vin, tash me juve kanë marrë ditë të sabrit, ditë të sprovave. Lil mutamassiki fihi ajru 50 shahidan minkum. Ai që ka më kap në fen e tij, ai që ka më kap në fen e tij ka më pas shpërblimin sikur 50 shahida. A transmeton Imam Tabarani këtë hadith. Me transmetim tjetër ka më pas shpërblimin sikur 50 për atyre që veprojnë. I thanë sahabët e Rasulullah, 50 prej tyre apo prej neve? Tha 50 prej juve. Do më thonë, ky shpërblim dhe kjo merit neve na jep një sinjal, neve na jep një mësim. Cili është mësimi? Se s'ka me qenë let me pas, s'ka me qenë let me pas fen në këto ditë, s'ka me qenë let me mbajt fen në këto ditë, ka me qenë rand. Pse ka me qenë rand? Për shkak se ka me qenë një grup karshi 73 grupeve prej atyre që përkatësohen në Islam. Pastaj këto 73 grupe që përkatësohen në Islam, dietarët e selefit kanë shënuar libra Al-Farqu Bayna al-Firaq, për shembull të Imam Bagdadit, Khatib al-Bagdadit, Al-Farqu Bayna al-Firaq, i kanë dhënë në 4 fraksione kryesore për të cilave degëzohen 73 grupe. E tash në këto 73 grupe plus kemi degëzime tjera. Një grup ka këtë këtyre grupacioneve të shumta të cilët përkatësohen në Islam, të cilët përmendin hadithe dhe ajete. A o leta? Nuk është leta, është shumë rëndë. Ka kësaj dhe grupacione tjera, ka krejt këtyre grupeve dhe fraksioneve veç një grup në xhennet. Edhe ky grup ka krejtve. Dhe kjo është argument dhe sinjal i vërtetimit të asaj që Allah thënë në Kur'an, e nëse ti i nënshtrohesh shumicës së atyre që janë në tokë, kanë me deviju nga rruga Allah subhanahu. Për shkak se shumica janë devijim. Ka këtyre grupeve një grup është. Ka këtyre grupeve është një grup. Domethënë, çështja është shumë e rëndë, nuk është e lehtë. Dhe për këtë shkak shpërblimi është shumë i madh te Allahu xhela xhelaluhu, Allahu na boft prej këtij grupi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na informoi neve në hadith të saktë nga Abi Said al-Khudri radhiyallahu anhu, të cilën kanë nxjerr hadithin kanë nxjerr Imam Buhariu, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira', hatta law salaku hujra dabbin la salaktumuhu. Qulna ya Rasulullah al-yahud wa an-nasara, qala faman." Aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Do të ndodh ndryshime. Do të ndodh devijime. Do të ndodh pasimi të tjerëve. Për shkak se këtë fjalë ka thonë as-sadiqul masduq. Besniku, ai që flet të vërtetën, ai që nuk flet nga hamendja, po flet me shpallje nga ana e Allahut. Tha: "La tattabi'anna sunana man kana qablakum." Edhe kjo folje është me dy vërtetime të foljes. Ju me të vërtetë do t'i pasoni ata që ishin para juve, shibran bi shibrin, wa dhira'an bi dhira', plan për plame, kut për kuti, hatta, derisa, në qoftë se ata futen në vrimën e hardhucit, la dakhaltumuhu, edhe ju keni mu fut. Dhe kanë thonë dietarët,
pse është përmend vrima hardhuti dhe jo ndonjë kafshë tjetër apo insekti tjetër? Pse është përmend kjo? Kanë thënë për shkak se hardhuti është kuptimin e fjalës glup. Nuk është i mençur. E bën vrimën dhe nuk bën dalje, e bën vetëm një hyrje. Nëse rrezikohet prej jashtë, s'ka ka dalë. S'ka ka dalë. Që do më na thonë ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që në qoftë se jo besimtarët futen në për rrugë pa kthim, çfarë keni më i futur ajo? Në qoftë se ata futen në rrugë pa kthim, në rrugë pa rrugdalje, në ngushtica që nuk ka rrugdalje, ju edhe aty keni pasu ata. Do më thonë do të jetë pasimi ashtu çorazi në gjithçka që ata veprojnë. Dhe na jemi dëshmitar të asaj që ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kulna i tham, ja Rasulullah, al-yahudu wan-nasara, al-yahudu wan-nasara, ke për qëllim krishterë dhe jehud, pra kemi pasu krishterë dhe jehud, qala thaman. Ta po kush, në të smin tjetër, po kush janë postyre? Kush janë postyre? Pra, ky hadith neve na informon se muslimanët kanë mi pasus të librit. Deri në çfarë kategorie, deri në çfarë grade, derisa ata në qoftë se veprojnë apo futen në rrugë pa kthim, në rrugë të rrezikshme, në devijime të rrezikshme, në lajthitje katastrofale pa kthim, që çojnë në zjarr xhenemit përgjithmonë, edhe aty kemi pasuar. Allahu më rujt. Festat e jo besimtarëve, prej festave të fundit më të rëndësishme, e kanë të na është e njohshme Bozhiki, apo në gjuhën ndërkombëtare Christmas, e cila është fest, sipas tyre e festojnë lindjen e Isait alayhis salam, e cila ndodh në ditën e 25 dhjetor, do të thonë nesër, te pjesa dërmuese e krishterëve, dhe në 7 janar të krishterët e lindjes në Egjipt dhe në botën arabe në përgjithësi. Thot Imam Maqrizi, wa adrakna al-milad bil-Qahirati wa Misr wa sa'iri iqlimi Misr jalilan tuba'u fihi shumu'u al-muzahhara wa kanu yusammunaha bil-fawanis. Thot ky letari muslimanëve, e kemi parë që në Egjipt dhe në pjesën në Kairo dhe në Egjipt në përgjithësi, në këtë ditë të shiten dhe shpërndahen qirin, dhe këtë ditë e kanë quajtur fawanis. Në këtë ditë, apo të na është e njohshme kjo periudhë kohore, për shkak se vijnë gurbetçart. Apo në perëndim mbyllën gjithçka. Gjithë institucionet shtetërore mbyllën. Ama përmendin dietar thotë krejt mbyllën. Ndoshta edhe marketet mbyllën, ndoshta edhe spitalet, edhe, do thonë, këtë janë të reduktuar. Jashtë tani sendit. Vendet e pirjes së alkoolit nuk mbyllen. Vendet e pirjes së alkoolit nuk mbyllen. Kur ka filluar mu festu të paranherë, do më thonë festat e lindjes së Isait alayhis salam, sipas tyre, për shkak se në esencë nuk është festa e lindjes së Isait alayhis salam, po janë pasim i festave pagane të romakëve të vjetër. Do të thonë kur romakët kanë pranuar krishterizmin, e kanë bërë këtë festë në ditën e festave që i kanë pas paganizmit. Në esencë këto festa janë festa pagane, nuk janë festa legjitime në fenë e tyre. Mirë po, ata i kanë bërë legjitime pas një kohe. Thuhet që në Injilin e Lukas edhe Mateut se për spari herë janë festuar këto festa në vitin 336. Mirë po, janë festuar në këto data duke u ndikuar prej festave të fundvitit pagane që ata i kanë pas. Në ditën e 25 dhjetore kanë pas festën e Zotit të dritës edhe të korrjes. Pastaj si simbolik se feste u bë Pop Nikolasi dhe më vonë Popi Santa Claus, që i bin dhurata fëmijëve. Në një transmetim thuhet që ka qenë ditë feste për shkak se në këtë ditë edhe të varfërit, edhe të pastrurit, edhe punëtorët, edhe skledhrit, edhe pronarët kanë hangë me një tryezë. Pastaj prej festave tjera
simbolet të festat e fundvitit është bredhi. Dhe të parët të cilët e kanë përdorur bredhin kanë qenë Firaunët. Edhe kanë qenë kinest, ka ramzi lil hayati sarmadiyya, si simbol i jetës së pafundshme. Pastaj kjo është shpërndarë tek paganët prej evropianëve dhe kanë vazhduar ta respektojnë dhe ta madhnojnë bredhin derisa e kanë bërë prej simboleve që festojnë në fenë e tyre, edhe pse në esencë është festë pagane. Këtë smetohet në enciklopedinë britanike, vëllimi 3 faqja 284. Pro hadhihi hiya al-judhur al-wathaniyah li hadhihi al-a'yad allati yahtafilu biha an-nasara al-yawm. Këto janë bazat e paganizmit. Të të cilat i festojnë dhe i kanë prej festave të më të mëdha fetare krishterët në kohën tonë. Po ashtu edhe festa e vitit të ri, apo 31 vjetori, dhe kanë bestytni dhe besime të ndryshme në këtë festë. Një prej bestytnive kanë se ai që pi gotën e fundit nga shishja e verës pas mesnatet të asaj nate, ka të bëjë me fat të mirë. Ai që e fshin ditë, domethënë me një janar e fshin shtëpinë në oborin, është ogur i keq, edhe kësi bestytni të ndryshme. Të gjitha këto janë festa fetare që ata i kanë prej më të mëdhajave, kurse bazën e kanë prej paganizmit. Këto janë festat e tyre. Tash ne kemi fol nga fjalët e Allahut, fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fjalët e dietarëve të muslimanëve, duke filluar prej të sahabëve edhe më vonë, se çka duhet besimtari me bëu karshi këtyre festave. E para, cila është dispozita e përgjasimit me qafirat në festat e tyre. Prej bazave më të mëdha të festës tonë është dashuria dhe urrejtja për Allah. Prej bazave më të mëdha të festës tonë është miqësimi dhe armiqësimi për hir të Allahut subhanahu wa taala. Jo për diçka tjetër, për hir të Allahut subhanahu wa taala. E kjo ndodh atëherë kur besimtari e madhnon fenë e tij. Atëherë kur besimtari e di që feja e tij është e vërtetë, dhe gjithçka prej feve tjera dhe besimeve tjera dhe ogurave që i besojnë të tjerët, edhe shumë e radhë janë të kota. Dhe si e tillë besimtari duhet me manifestu besimin e tij. Duhet me paraqit prej jashtë besimin e tij. Duhet me paraqit prej jashtë distancimin prej feve tjera dhe mos përgjasimin me të tjerët. Për shkak se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. Ai që përgjasohet me një popull, ai është prej tyre. Nuk duhet me pas ndikim tek na përparimi material i jo besimtarëve dhe dobësimi material i besimtarëve që na të fascionohemi dhe ta humbim kontrollin në pasimin e besimtarëve. Jo. Sa do që i dopt jetë besimtari është më i lartë. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u mërzitni dhe mos u dobësoni për shkak se ju jeni më të lartit, nëse jeni besimtar. Nëse jeni besimtar. Çka do të qoftë gjendja e besimtarit dhe besimtari është më i lartë për shkak të tauhidit, për shkak akides, për shkak nështrimit ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Tha Allahu: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." A ka ndonjë fjalë më të mirë? Allah është dëvon një pyetje retorike që nuk ka. Allah thot: a ka ndonjë fjalë më të mirë se sa fjala e tij i cili thret për tek Allah? Dhe se sa fjala dhe vepra e tij i cili bën punë të mira, edhe thot: unë jam musliman. Krenaria më e madhe që e ka besimtari është se i thot vetit: unë jam musliman. Me këtë duhet më krenu besimtari. Për shkak rëndësisë së madhe të kësaj çështje dhe për shkak të rëndësisë së madhe të dallimit të muslimanit prej jo muslimanit, e cila është prej bazave të fesë Allahut subhanahu wa taala, Allahu xhelle xhelaluhu neve pothuajse mas pakti 17 herë në ditë na ka urdhëruar
që t'i themi Allahut, ihdina siratal mustaqim, na urdhron neve në rrugën e drejtë, siratal ladhina an'amta alejhim, në rrugën e atyre të cilët ti i begatove. Kush janë këta? Alladhina an'ama Allahu alejhim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafika. Kur e bëjmë këtë dua, siratal ladhina an'amta alejhim, në rrugën e atyre të cilët ti i begatove. Kush janë këta që ka begatuar Allahut? Janë pejgambert, janë shahidat, janë besnik dhe janë njerëz të mirë. Ghayril maghdubi alejhim waladdallin. Amin. Dhe mos na uzo dhe na ruaj ne prej rrugës së atyre që kanë deviju dhe rrugës së atyre me të cilët ti e i hidhruar, rrugës të krishterëve edhe të jehudëve. Për ditë 17 herë mas vakti. Me ja përkujtu vetës edhe me lutë Allahun që Allahu me të ruajt prej rrugës së krishterëve, fesë së krishterëve, pasimit të krishterëve, përgjasimit me krishterët ose jehudët. Ta çfarë vlerë ka kjo fjalë në namaz të jacis? Dikush qohet e fal namazën e jacis, edhe thot Allahu ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alejhim ghayril maghdubi alejhim waladdallin. Edhe pas namazit të jacis mbledhet me shoshni me festu vitin e ri. Ç'është me lidh tash? Këtu kërkon prej Allahut me rujt prej rrugës së krishterëve dhe kështu më një mas selamit shkon në rrugën e krishterëve, Allahu na ruaj. Cila është ideja? Ç'është më e kuptuar këtë realitet? Dhe kemi argumente shumë nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për rëndësinë e kësaj çështje dhe për rrezikun e pasimit të rrugës së tyre, profesit të tyre krishterëve apo të jehudëve. Nuk ka dyshim se përgjasimi me të krishterët apo jehudët është prej sinjaleve më të mëdha të dashurisë së zemrës ndaj tyre. Të dashurisë së zemrës ndaj tyre. Tha Allahu në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum." O që keni besuar, mos i merrni përdosta krishterët dhe jehudët. Ata janë miq të njëri tjetrit. Kush prej juve i miqson ata, ai është prej tyre. Ka thënë Ibn Hazmi, shpjegimi i ajetit është leximi i saj. A kuptoni? Shpjegimi, tefsiri i ajetit është leximi i saj. Ç'është është leximi, ç'është kuptimi? S'kuptohet ndryshe. Ai që i miqson ata, ai është prej tyre. Tha Allahu në Kur'an: "Ti nuk mundesh me gjetë një popull i cili beson Allahun dhe botën tjetër dhe të njëjtit ti miqsojnë ata të cilët e armiqsojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam." Si ka mundësi një besimtar me i thon urimet, festat e fundvitit atyre të cilët janë armiq të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Si ka mundësi me i thon urime, festat atyre të cilët thonë se Isa është djali i Allahut? I lartë madhruar qoftë Allahu, është Allahu prej asaj të cilët ata e përkatësojnë Allahut subhanahu wa taala. Çfarë feje ka ky njeri? Çfarë feje ka ky njeri i cili uron festat atyre të cilët janë armiq të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, Allahu e mëshiroft. Përgjasimi me jo besimtarët mbjell në zemër dashuri dhe miqësim për ta. Përgjasimi me jo besimtarët mbjell në zemrën e besimtarit dashuri dhe miqësim për e besimtarët. Ashtu njëjtë sikur dashuria dhe miqësimi i tyre me zemër i nxjerr në pa tjetër që ka me manifestu edhe me gjymtyrë të jashtme dashurinë që ai e ka për ta në zemrën e tij. Dhe thot në Iqtida Siratul Mustaqim, njështu Ibn Taymiyah, la yujadu mu'minun yuwadi kafira. Nuk ekziston një besimtar i cili i miqson jo besimtar. Faman wada al-kuffara falaysa bimu'min. Ai i cili i miqson kafirat nuk është musliman, nuk është besimtar. Wal mushabahatu adh-dhahira madhannatu al-mawaddati fatakunu muharrama. Për shkak se përgjasimi prej jashtë me ta është sinjal i dashurisë dhe kjo është ndaluar. E tha pejgamberi që ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: "Men tashabbaha biqaumin fa huwa minhum", ai që përtasohet me një popull, ai është prej tyre. Dhe thot
në Iqtida Siratul Mustaqim, Ibn Taymi Allah më shiroft, anna min asli durusi dinillahi wa shara'ihi wa dhuhuri al-kufri wal ma'asi at-tashabbuh bil kafirin kama أن أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم. Thot, dhe prej bazave të prishjes, të rënimit, të fesë islame dhe simboleve shariatike është paraqitja e kufrit, paraqitja e mëkateve dhe përgjasimi me jo besimtarët. Ashtu sikur se bazë e çdo hajrit në fenë e Allahut është ruajtja e suneteve dhe fesë së pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Prej fotografive të përgjasimit me jo besimtarët është prezantimi në festat e tyre. Prezantimi në festat e tyre. Dhe prej fotografive të përgjasimit të besimtarëve në festat e tyre është mbartja e festave të tyre në tokat e muslimanëve apo në shtëpitë e muslimanëve. Për shembull, kemi rastin e Sirisë, më të freskët, se në botën tjetër arabe në pjesën ndërmuese të shteteve kjo bëhet. Mirë po, rasti i fundit, rasti i Sirisë, ku apo u bën një luftë shumë vjeçare, vdiqën shumë njerëz, masakruan shumë njerëz, u dëbuan shumë njerëz, u humbën shumë njerëz, nuk dihin ku janë dhe kështu me radhë. Dhe në fund vjen Bashari me mjekër, Ahmed Sharr apo Muhammed Gjaulan që ka qenë më herët, kjo është Bashari i njëjtë, është Bashar vetëm me mjekër është kjo. Për shkak se nuk ka bën ndonjë lëvizje apo dallim tjetër prej gjendjes së Basharit, po foli në aspektin e udhëheqjes së institucioneve shtetërore. Bukfal është i njëjti, me disa lehtësime dëgësore të burgjeve dhe kështu me radhë, mirë për asaj që njerëzit e shohin. Domethënë lirimi i disa të burgosurve që kanë qëndruar me vite në përburgje të Basharit, lirimi i tyre dhe nga ana tjetër burgosja e shumë prej atyre të cilët e kanë ndihmuar ata për ta ngritur shariatin dhe tash kur vjen në fund me demokraci i mbyll ata të cilët kanë qenë me atë për ngritjen e shariatit. Dhe dal ushtria e tij dhe policia e tij me armatim e ruajnë mos ta prekë edhe kush brevin e paganizmit. Ku? Në tokën e Shamit. Në tokën e Shamit, për cilën tokë u derë shumë gjaka, po, për ngritjen e fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Mbartja e festave të krishterëve dhe jehudëve dhe të paganizmit në tokat e muslimanëve. Në tokat e muslimanëve. Obligohet besimtari të largohet festave të tyre. Cilat janë fotografit apo mënyrat nëpërmjet të cilave besimtari distancohet dhe largohet prej festave të tyre. E para është mos prezentimin festat e tyre. Mos me prezentu. Qoftë në atë që ata e quajnë ditëlindjen e Isait alayhis salam, apo në çështën e bredhit, apo në çështën e vitit të ri, apo çështën e pashkëve kur janë diku në kaprilli, janë pashkët kaprilli. Do të thonë këto festat që i kanë kryesore dhe festat tjera dëksore, po të këtë gjitha fotografia e parë e distancimit prej festat e tyre është mos prezentimi në festat e tyre. Dhe kjo është me pajtimin e gjithë dietarëve të muslimanëve, duke argumentuar me ajetet dhe hadithet e lartë përmendura. Ixhmaja, argument për këtë çështje është edhe ixhmaja e shohut pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe tabiinëve në mos prezantimin në festat e tyre. Dhe për argumenteve janë kushtet Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu, i cili u dha pasuesve të librit të cilët paguajshin xhizjen në tokën e muslimanëve. E në këto kushtet që i dha Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, nuk kundërshtoi kërkush prej sahabeve dhe kjo ishte ixhma sukuti për këto kushte që u dha Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu. E këto prej kushteve ishte që ata, pra ehlu dhimme, krishterët dhe jehudët, mos t'i festojnë festat e tyre në publik. Mos t'i festojnë festat e tyre në publik në tokën e muslimanëve. Thonë dietarët, në qoftë se muslimanët janë të gjithë të pajtimit që mos i lanë ata
të festojnë festat e tyre në publik, atëherë, si ka mundësi që muslimanët ta bëjnë festën e tyre? Në qoftë se prej kushteve të Omerit, e cilat kushte janë të pranueshme dhe legjitime me ixhma, për shkak se kërkush sa kundërshton Omer ibn Khattabi në këto kushte, e prej këtyre kushteve ka qenë që pasuesit e librit, ehlu dhimme, mos t'i shfaqin festat e tyre në publik, qëse ndalohet kjo, atë çish lejohet që muslimani me i festu vetë festat e tyre. Awalaysa fi'lu al-muslimi laha ashadda min fi'li al-kafir laha mudhiran laha, thot. A nuk është më e keqe veprimi i muslimanit të këtyre veprave, a nuk është më e keqe kjo se sa paraqitja në publik e festave të krishterëve, prej anës krishterëve? Më e keq është mi bë muslimani këto vepra. Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu u ka ndaluar me mësu gjuhën e të hujve, gjuhën e krishterëve dhe jehudëve. U ka ndaluar me mësu gjuhën dhe ka thonë لا تعلموا رطارة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. Ibn Abdul Razzaq në musannefin e tij transmeton nga Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu se ka thënë mos mësoni gjuhën e të hujve dhe mos u futni tek mushrik në kishat e tyre ditën kur ata festojnë, për shkak se hidhnimi i Allahut zbrit mbi ta. Për shkak se hidhnimi i Allahut zbrit mbi ta. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, Allahu e mëshiroft. وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم فكيف بفعل بعض أفعالهم أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم أليس موافقتهم في العمل أعظم من موافقتهم في اللغة؟ Thot, kjo është Omer ibn Khattabi, i cili u ka ndaluar muslimanëve me mësu gjuhën e të hujve. Dhe u ka ndaluar atyre me prezentu në vendet ku ata festojnë në përkishat e tyre. Thot, fe kejfe bifiri ba'dhi e farim, në qofse kjo është ndalume, atër si është puna me veprimin e disa prej këtyre veprave, apo si është puna me veprimin e atyre vepra që janë prej fesë të tyre, thot, a nuk është kjo ma e keqe, ma e vështirë, ma e randë, ma e dënueshme te Allahu subhanahu wa taala se sa veç prezantimi apo mësimi i gjuhës së tyre. Dhe Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhu ka thonë se ata që prezantojnë në festën e tyre kanë murin gjallë me ta. Kanë murin gjallë me ta. Prej fotografive tjera të distancimi për tyre është distancimi dhe mos legitimiteti i veprave të tyre. Pra, mos m'ia bëu legjitime këto vepra. Tha Imam Dhahabiu, fa idha kana lin-nasara 'idun wal-yahudi 'idun kanu mukhtassin bihi fala yushrikuhum fihi muslimun kama la yusharikuhum fi shar'iyyatihim wala qiblatihim. Thot, kur krishterët kanë një fest apo jehudët kanë një fest, ajo është e veçantë për ta dhe nuk i lejohet muslimanit të jetë pjesëmarrës në festat e tyre. Ashtu njëjtë që nuk i lejohet muslimanit që të konsideron legjitime festat e tyre. Thot Ibn Turkuman al-Hanafi, wa jumlatu mimma yaf'aluhu ba'd al-muslimin fi a'yad an-nasara min tawassu' an-nafaqati wa ikhraj al-iyali, thumma qala aqiba dhalika قال بعض العلماء الحنفية من فعل ما تقدم ذكره ولم يتب فهو كافر مثلهم. Mëthebin Hanefi këto Hanefit me musteqe që thojnë lejohet me u festu festat, disa, jo të gjithë, disa prej tyre. Thot Ibn Turkuman al-Hanafi, për disa vepra të cilat i veprojnë muslimanët, sikur shpenzimi i pasurisë në fund vit, apo nxjerrja e familjes me dalë me ecë, mushëtit, festa që i ka një besimtar, thot, kanë dhënë disa prej dietarëve të Hanefive, kush i bën këto vepra të lakt përmendura, edhe nuk pendohet, ai është kafir, sikur ata. Është jo besimtar, sikur ata. Prej fotografive të distancimit prej festave të tyre është
mos me udhëtu me mjetet e udhëtimit të veçanta që ata i shfrytëzojnë në ditën e festës. Pra ata kanë disa mjetet të udhëtimit të veçanta që i shfrytëzojnë për atë ditë festës, mos me udhëtue në për këto mjetet të udhëtimit. Thot Imam Maliku, yukrahu rukubu ma'ahum fi sufun allati yarkabunaha li ajli a'yadihim li nuzuli as-sukhtati wal la'nati alayhim. Është e urryshme hypja në anijet me të cilat ata udhthojnë, e të cilat anijet janë speciale për festat e tyre. Prej fotografive të distancimit prej festave të tyre është adamul ihda'i lahum au i'anatihim ala idihim bi bay'in au shira. Mos me u dhanë dhe mos me ndihmu ata në festat e tyre me shitblerje. Pra mos me ushit diçka atyre me cilat ndihmohen për festën e tyre. Thot Abu Hafs al-Hanafi, men ahda fihi baydatan ila mushrikin ta'dhiman lil yawmi faqad kafara billahi ta'ala. Imam Ibn Hajarin Fathul Bari transmeton nga Abu Hafs al-Hanafi se thot, ai i cili u jep atyre një voje në madhnim të ditës së tyre, pra të mushrikëve, ky njeri ka bërë kufër në Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Sheikhul Islam Taymiyya rahimahullahu ta'ala në Iqtidas Siratal Mustaqim, wa kariha Ibn Qasim lil muslimi yahdi lin nasara shay'an fi 'eidihim wa mukafa'atan lahum wa ra'ahu min ta'dhim 'eidihim wa 'awnan lahum ala maslahati kufrihim. Thot Ibn Qasim se nuk i lejohet muslimanit që me ju dhanë krishterëve diçka në festat e tyre, për shkak se dhënia e tyre në festat e tyre është argument i madhnimit të asaj feste dhe është prej maslahatit të kufrit e tyre. Pastaj thot, në qoftë se me ju shit apo me ju dhanë diçka me të cilën ti i ndihmon ata në festat e tyre, ata mi vepru, jo ti, ata mi vepru. Qose kjo konsiderohet madhnim i festat e tyre, çka thu ti me festu ti vetë atë fest? Çka thu ti për atë i cili vetë i feston ato festa të krishterëve, jehudëve apo mushrikëve? Allahu na ruaj. Ndalohet urimi i festave të tyre. E këtu bin shumë njerëz bin. Hajtë të këto që i përmendëm më lart, të çështja e urimit bin, me ja urua. Dal një hoxh eminent selefi me mjekër, edhe i thot gazetarit në emision, a duhet me ja uru festat jo besimtarve? Tham urime. Më thonë, përdor fjalë të përgjithshme, që me po me i thonë, po ti ja urove festat krishterëve dhe jodhe, thotë, jo, nuk më thonë urime, s'ku më thonë urime për festat, veç shu ku më thonë. Ama gazetari është shejtan, magjistar, s'ku magjistar të Tiranës, thotë, çka urime? Çka urime? Çka të dosh me thonë urime? Urime për festat, urime. Thotë Ibn Qayyimi, dalim në t'i ahkamu ahli dhimma. وأما التهنئة بالشعائر الكفر المختصة به فحرام باتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليكم هذا shumë radh. Thot, asa përket urimit për simbolet e kufrit, të cilat janë veçanta për ta, fa haramun bittifaq. To janë haram me pajtimin e krejtëve, s'ka polemikët mesela. Sikur më thon urime për hajër festat, urime festat e juve, apo urime agjërimin që ata agjërojnë edhe shumë radh. Thot Ibn Qayyimi, in salima qailuhu min al-kufr fa huwa min al-muharramat. Thot në qoftë se shpëton prej kufrit, mëkat të madh ka rënë. Sigur më thon atyre, thot edhe urimi i festat të tyre, thot sikur më thon atyre, urime që i rave kryqit në sejdë. Urime që i rave kryqit në sejdë. Kjo është fjala e Ibn Qayyimit. Elusim Allahun që Allahu të na ruan prej festat e besimtarëve. Elusim Allahun që Allahu të na ban krenar me fen ton. Kur të na thojë dikush
apo kur të vjen momenti se kemi shumë pyetje kështu, ata që kanë raport me jo besimtar, në fund vit, po çysh më i thon tash e ka fejsën atë raportin ndërnjerëzor, hiç më se ora. Nëse të thotë pse s'ma uron, thuj feja ime nuk ma le me ta uru fejsën. Lutem Allahun që Allah të formohet tona, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.